Rikthehemi sërish në studio, vijojmë të qëndrojmë në studio drejt për drejt në MCN Informacion. Do të flasim në këto momente për një temë që në fakt është lënë e harruar dhe pas, por që në një mënyrë apo një tjetër ka shenjuar rendin e sotëm politik. Do të diskutojmë për ngjarjet e vitit 1997 që përfaqësojnë një gjendje ende të papërkufizuar saksisht e ligjërisht. Një ndër momentet më dramatike të shtetit shqiptar, $200 milion dëme, 1555 të vrarë, 10.000 të plagosur, 1581 depo ushtarake të hapura, një shkatrim pothuajse i plot i infrastrukturës ushtarake, detare dhe asaj ajrore. Çfarë ishte pra viti 1997, çfarë solli dhe çfarë pasojash la? Me mua në studio për diskutuar mbi këtë temë është bashkuar zoti Det Prenga, general. Faleminderit zoti Prenga. Faleminderit për ftesën. Gjithashtu edhe një tjetër general, Albert Mullaj. Faleminderit zoti Albert, përshëndes. Faleminderit juve. Zoti Prenga, e nisim me një herë, ishte një herë 97-a. Çfarë ishte viti 1997 në aspektin e sigurisë kombëtare? Vitin 1997 me ngjarjet që pasuan për një periudhë fatmirësisht të shkurtër, por mjaft intensive për sa i përket zhvillimeve dramatike për vendin tonë, ishte dhe do të mbetet për fatin tonë të keq, por le të ngelet fati mirë për të mësuar nga gabimet e tilla me kosto jashtëzakonisht të lartë të jetëve të njerëzve, në radhë parë pa fol për kostot e larta. Dhe jam i bindur që as financierët më të mirë, as strukturat shtetërore nuk kanë për të llogaritur në njëherë me saktësi e eksaktësi pjesën e dëmit financiar që u shkaktuar vendit tonë të dashur. Ajo ishte dhe do të ngelet me ngjarjet e zhvilluara në periudhë fare të shkurtër, pjesa e zezë e historisë shqiptare të kohëve moderne. Nëse do të arrijë të shkruhet realisht dhe në mënyrë ashtu si që ngjarjet kanë ndodhur dhe pse jo për të pasqyruar e analizuar me eksaktësi shkaqet që vajtë situata deri në këto nivele. Për të mësuar tek e fundit, jo si të zgjuarit nga gabimet e tjerëve, por si pjesa tjetër e vendeve dhe e popullsisë për të mësuar nga gabimet tona. Kjo ishte në mënyrë të përmbledhur ajo çfarë shënjoi në historinë e Shqipërisë ngjarjet e vitit 1997 për të gjithë vendin, pa u ndalur për momentin tek pjesa e forcave të armatosur dhe çfarë ato mësuan. Do ta diskutojmë në fakt. Zoti Albert, forcat e armatosura, pra ushtria, siguria kombëtare, çfarë tregoi viti 97 për gjitha këto? Ashtu siç e theksoi dhe generali, 97 ka bërë një nga krizat më të rënda politike, ekonomike dhe sociale për Shqipërinë, sidomos për historinë moderne të saj. Dhe shpërthimi i skemave piramidale në fakt ishte në humbje masive e besimit të qytetarëve të institucionet, gjë që solli kolaps të rendit publik dhe që pati pasoja jo vetëm sociale, jo vetëm ekonomike, por mbi të gjitha edhe gjeopolitike. Dhe për këtë arsye ajo, jo vetëm nga ne, por nga shumë institucione, është konsideruar si një krizë më e gjerë se kombëtare. Krizë ndërkombëtare, e cila kërkoi ndërhyrje deri në nivele të vendimeve të Këshillit të Sigurimit, siç ishin rezolutat që bën të mundur realizimin e operacionit Alba. Ishte një krizë e cila përfshiu në zgjidhjen e saj pothuajse të gjitha nivelet e institucioneve ndërkombëtare, padyshim edhe të institucioneve të shtetit shqiptar, të cilat u shëmbën si pasojë e kësaj krize. Ndërkohë, zoti Prenga, njerëz që i drejtohen depove të armëve, të municioneve, hynë brenda, pa të keq, marrin armë, shkojnë në shtëpi, rrëmbejnë anija, avion, tanke, pra gjithçka që i përket një institucioni të fortë shkon në dorën e njerëzve. Në fund, cila psikozë e vën në lëvizje në veprim një kontingjent të tillë njerëzish për të kryer veprime të tilla edhe tek selia ushtarake? Unë mendoj se situata së vitit 1997 i parapriu kriza politike e 2 viteve më parë, në veçanti 95-96, mes 2 partive të mëdha politike të vend, Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Për të vazhduar
tek faktori dytë, nëse do të ndalesh dhe ajo, cilën i shkaktoi traumë me pasoja gjithë shoqërisë shqiptare, ishin firmat famkeqe rentale ose financiare, ku tek analistët më të mirë në Shqipëri financiar, që unë nuk marrë përsipër të bëj një analist të tillë, nuk ndodh në asnjë lloj aksioni apo kompanie private, nuk ka ndodhur që të vendosësh në një firmë rentere X lek dhe të marrësh për një periudhë kohore të shkurtër të trafishin e tyre. Kjo nuk mund ndodh kurrë dhe dihesh. Këtu ishte gabimi i parë ose hapi i parë që u bë me dashje gabim, dhe aq më keq pastaj u agravuar në ato nivele sa situata e tillë pas shembjes së firmave piramidale dhe humbjes së komplet pasurisë që shqiptarët kishin, po jo vetëm pasurisë tyre, por dhe pasurisë dhe remitancat që erdhen nga emigracioni, u humbën dhe ka pas raste që kanë shit shtëpinë dhe kanë qëndruar në çadër se për 3 muaj do marrë një shtëpi më të madhe dhe i humbën. Dhe në këtë kohë ndodhi kaosi, për fatin tonë të keq, edhe qeveria e asaj periudhe, jo vetëm që nuk e menaxhoi, por mbi gjitha gabimin trashënik që bëri e lejoi se nisur nga eksperienca botërore, dihesh që këto fund do të kenë. E para dhe e dyta, ju doli situata nga duart dhe me kaosin që u kryu dhe me revoltën e madhe që shpërtheu në vend, sidomos në 3 qytetet e mëdha, Shkodër, Durrës, Vlorë, Tiranë, qytete e mëdha, bëri që të pushoj se ekzistuari pushteti lokal dhe ai qendror. Dhe detyrimisht në këto kushte, kur nuk ke drejtim, çfarë do bënte forca armatosore? Nga kush do ta merrte urdhrin? Atëherë presidenti dhe komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura nuk e kishte këtë mundësi për të dhënë dhe nuk ishte në kushtet sepse u ngrit një qendër operacionale që do të drejtonte me një drejtues tjetër që nuk ishte ushtarak. Dhe s'duhet ta përmend emrin e tij sepse ai tashmë është i ndier. Dhe drejtonte operacione ushtarake në një vend ku gjithçka kishte dalë jashtë kontrollit. Dhe kundra kujt ta drejtosh? Kundra qytetarëve tuaj dhe detyrimisht që në shumicën forcat armatosore ishin të dyezuara, të vepronin për të ndalur këtë kaos dhe sulmin që u ushtrua e orkestrua ndaj depove dhe garnizoneve ushtarake, të vepronin dhe t'i ndalonin apo t'i lejonin. Dyzimi dhe mosmarrja përsipër e komandimit, e kontrollit të situatës nga ata që ishin përgjegjësit e kohës, dërgojnë atë që njerëzit të ishin të pazot për të vendosur se çfarë duhet bënin kur i sulmosh reparti i tij, X apo Y, kur sulmosh depoja. Në fakt, një pyetje e madhe që ngrihet është si ka mundësi që ushtarakët në krye të këtyre stacioneve të ndryshme ushtarake e dorëzojnë kështu. Nuk është dorëzim, nuk është dorëzim, e thash një herë, e përsëris një herë. Në qoftë se nuk ke drejtim, njerëzit kthehen në turma. Siç janë kthyer këta qytetarë që kishin një shtet dhe një qeveri që kishte strukturat e veta që duhet të menaxhosh situata, ashtu është dhe pjesë. Çfarë është ushtaraku? Ushtaraku është qytetari në uniformë. Dhe detyrimisht për përgjegjësitë e veta, ai u dyzua, u vu në dyshim dhe ishte i dyzuar të vepronte keq, të mos vepronte keq. Kishim dhe eksperiencën fatkeqe të prillit në Shkodër, që ndodhi u vrarën 4 veta dhe tre ushtarak janë dënuar për mua të policisë shtetit, jo të forcat armatosura, pa atëherë bënte pjesë e forcat armatosura, janë dënuar të vepronin keq, mos vepronin keq. Dhe në këto kushte atëherë ata mësuan nga gabimet e shokëve e kolegëve të tyre dhe në momentet caktuar kur nuk merr drejtuesi, lideri përgjegjësi, atëherë detyrimisht që edhe ushtarakët do të rrezikonin po të hidhin një hap të tillë dhe kush ishte ai që i drejtonte që ndalo dhe mbroje, kundërshtoi qytetarët apo lere dhe le të marrin çfarë të duan. Kush ishte ai që mbajti këtë rol? Në 97 për fat keq, asnjëri, dhe siç general Mullaj e theksoi, këtu kanë qenë të angazhuar ndërkombëtar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe vendet fqinje për të ndërhyrë dhe të qetësuar e vendosur situatën. Kjo ishte pak a shumë panorama, pa marrë përsipër thashë të bëj një analizë sepse kohën në dispozicion nuk e kemi, por kjo ishte situata në cilën ushtarakët ne kemi qenë vetë në atë periudhë, edhe ne në repartet diku kemi qenë, pra kemi shërbyer në forcat armatosura dhe atë nuk kishte komandim, nuk kishte drejtim. Pra nëse mungon lideri, atëherë çfarë do të bëjnë të tjerët që janë në varësit e tyre?
detyrimisht që do ta lënë situatën të shkojë ashtu Si shkoj? të shkoj ashtu si shkoj dhe të mos mbajnë përgjegjësi, sepse nesër pastaj kur vendoset situata, njerëzit mbajnë përgjegjësi ligjore së pari, e për fat keq duke ne ekziston, kur mungon ligji, ekziston dhe përgjegjësia kanonore pastaj. Është një element tjetër në cilin njerëzit ruhen dhe marrin masa për të mbrojtur veten. Veten. E qartë, çfarë është përbërë në këtë rast, zoti Albert? Pra, nuk kishte një urdhër, u la gjithçka në dorë të njerëzve. Në gjykimin tim, në vijim të analizës që bëri generali, mendoj që ishin një sër elementësh. E para, forca armatosur kishte kohë që nga viti 91, që ishte nën presion politik në kuptimin që ushtarakët ishin përgatitur për tjetër gjë, ishin betuar për tjetër gjë dhe ndërkohë ishin vendosur përballë reformave intensive, ushtria jonë po ulte numrat, po çarmatosej, ishte ajo fazë kur ushtria po kalonte nga një regjim në një regjim. Dhe në 91-shin, në ngjarjet e 91-shit, për shkak të faktit që ushtarakët ishin betuar dhe edukuar për ta mbrojtur vendin, ata mbajnë një qëndrim me vërtet dinjitos, ishte koha kur mund të kishin reaguar, sepse ishte shumë e politizuar forca armatosur, ata reaguan shumë pozitivisht dhe kalimi tranzicioni i pushtetit nga një sistem në Shqipëri që i but, edhe për merit të forcave të armatosura dhe jo vetëm të forcave të armatosura, po përgjithësisht vërtet edhe të forcave të policisë që janë aty në numër, të cilat gjithashtu ishin në qendër të goditjes. Më pas, gjithçka tjetër ka ardhur në mënyrë graduale. E para ka humbur besimin në linjën e komandim-kontrollit. E dyta, ushtria ishte e stërvitur për të mbrojtur vendin, jo për atë situatë që u krijua, aq më pak për të reaguar ndaj popullit vet. E treta, urdhrat ishin, për të mos thënë inekzistent, ishin krejtësisht të paqartë, dhe ajo që theksoi generali mungoi tërësisht marrja e përgjegjësisë për të drejtuar forcat në këtë periudhë. Pastaj ajo u shoqërua me vendime krejtësisht të gabura që merreshin eci e sipër, kalimi i komandim-kontrollit tek shërbimi informativ dhe jo te forca armatosur dhe vendosja përballë një numër elementesh të tjerë. Kjo solli që të çturej e tërë linja e komandimit dhe ushtarakët që ishin në përparte të humbisnin besimin te komandat e tyre. E përpasoi u kthye në një masë amorfe, e cila edhe për shkak të ndërhyrjes ndërkombëtare, e cila ishte intensive, edhe siç e theksova, ishte shumë sensitive, jo vetëm për OKB-n, për Bashkimin Evropian, po edhe për Italinë, e cila luajti rol përcaktues në ndërhyrje, pasi ishte edhe më afër nesh dhe kriza do ta prekte atë drejt për së drejti. Tani e parë në një distancë kohore sot, pas shumë kohësh, aktet kryeshin të planifikuara, të organizuara, apo ishin spontane? Për 97-ën ka botime pafund. Unë ju kam sjellë vetëm një studim që është bërë nga një oficer italian, nga një kolonel italian i nderuar në Kolegjin e Mbrojtjes në Amerikë, po si ky ka me dhjetra dhe me qindra botime, por asnjë analizë për aktorët dhe faktorët që ndikuan këtu brenda. Për mendimin tim modest, gjykoj që ka patur faktorë dhe të jashtëm dhe të brendshëm. Më së pari ishin faktorët e brendshëm që e sollën krizën. Organizues. E natyrisht ata i lanë hapësirë aktorëve të jashtëm për të kryer veprimtari subversive rast pas rasti. Gjithsesi, mazhoranca ka qenë problematike brendshme e mosbesimit total ndaj linjës komandim-kontrollit edhe ndaj autoritetit të shtetit në tërësinë e tij. Zoti Prenga? Mund të quheshin spontane? Jo, nuk mund të qunim spontane. Spontane janë për nga realizimi konkret në terren. Por për të ardhur deri aty, kam bindjen që ka shumë faktorë që kanë ndikuar. Së pari, politizimi, lejimi dhe mungesa e kontrollit total të firmave rentiere financiare. Se ky është elementi i parë. Pasi njerëzit humën gjithçka që kishin të kursyer edhe të ardhur. E dyta, elementi i kalimit i trysnisë së madhe politike dhe i politizimit të skajshëm të strukturave shtetërore, përfshi dhe forcën e armatosur. Sepse sa po kishim dal nga një regjim totalitar dhe nga mungesa e besimit të politikës së re shqiptare, të pluralizmit të sapo krijuar, që nuk kishim 5-6 vjet, 7 vjet në herë se kishim gjithsej,
mungesa e besimit të plot, ata donin që gjithçka ta kontrollonin dhe kjo është pashmangshmërisht dërgoj në politizimin e shkajshëm dhe ndërhyrjen e kompetencave, marrjen më saktë të kompetencave, dhe nëse ndahen pastaj nga një anë përgjegjësitë dhe nga krahu tjetër kompetencat, do të thotë që e zhvesh liderin cili do qoftë, në veçanti në strukturat ushtarake që janë më të dukshme në hierarki e në karrierë, e zhvesh dhe e le të pa zotin e të pa aftë për të marrë vendimet që duhen, sepse që po kjo forcë armatosur që me njëherë policia ushtarake, pasi kishte rënë rendi të paktën në Tiranë, por në gjitha vendet, që ajo që riktheu shumë shpejt në marsin e 97-ës, pas në nënshkrimit të marrëveshjes së 9 marsit të 97-ës, riktheu situatën e qetësisë në një farë mënyrë në ato nivele sapo u rikthy, pra që përsëri forca e armatosur ajo, elementi i parë i këtij shteti që u përdor për të rikthyer, si po themi, situatën e qetësisë në vend me samë. Natyrisht, unë mendoj që këtu kanë ndikuar, dhe vazhdojnë të ndikojnë, edhe faktorët jashtë. Ata janë prezente dhe sot që flasim, dhe në çdo moment janë, sepse strukturat shtetërore të vendeve të tjera, nëpërmjet strukturave investigative, por edhe zbuluese, ata punojnë në vazhdimsi, po punojnë për interesat e vendeve të tyre. Edhe atëhere, kur ne jemi të përbashkët në struktura, si që është struktura euroatlantike, se cili punon pastaj duke parë interesat e ngushta dhe përgjegjësitë për vendin e vetë. Në këtë kushte do thosha që ne, ndryshimet e 92-shit, duke lënë një shtet totalitar dhe duke hyrë në një fushë të re të demokracisë, por pa rregulla loje, do të thotë që ai që kërkon të përfitoj, i huaj apo vendas, e ka fushën e lirë të veprimit. Dhe në këto kushte mendoj që gradualisht pa dalë në pamje gjithçka elementet e huaj, kanë dhënë ndikimin e tyre, por ne dhe strukturat shtetërore të vitit të asaj periudhe kanë lehtësuar punën e tyre dhe i kanë ndihmuar pa dashje duke u shërbyer atyre me mënyrën e që organizimit të organizuar. Pra duke u lënë një terren të lirë. Ndërkohë, zoti Albertsi, mund ta definojmë 97-ën si një kryengritje, revolucion, rebelim, apo ishte vetëm një rrëmuj e dhunshme? Ju thash që nuk ka studime që të paktën unë nuk kam lexuar një studim të vetëm të unifikuar për t'i dhënë definicion në 97-ës, por që ishte rënja e shtetit dhe humbje besimit të shtetit, kjo ishte qartë për të gjithë. Është një autor, Denis Lezi, i cili për 97-ën ka shkruar edhe ai thotë që dështimi ishte i ndarë në 3 nivele. Ajo që ndodhi, thot ai, ishte i ndarë në 3 nivele. Ishte dështimi politikës, si ishin ndërmarrë aksione politike apo nisma të tilla që institucionet kishin rritur besueshmërinë dhe të ishin ngritur institucionet të tjera garantuese të sigurisë. E dyta është dështimi i institucioneve vetë, thot ai, për të vepruar në rastin konkret jo vetëm forca armatosur, por të gjitha institucionet, dhe dështimi i informacionit apo më saktë inteligjencës shtetërore për të përndaluar të gjithë interesat e huaja që në rajon janë prezente. Ballkani është gjithkohën target për destabilizim nga fuqit jo mike. Kështu që në këtë nivel mendoj që ka qenë i ndarë në 3 nivele, e gjykoj të arsyeshëm këtë që thotë ky zotria, ai e mbështet dhe në analizat e tjera politike, unë nuk dua të hyj te politika, por strukturalisht ka qenë në 3 nivele dështimi dhe solli ato pasoja që solli, të cilat u minimizuan se mund të ishin edhe më të mëdha vetëm për shkak të ndërhyrjes ndërkombëtare. Cilat kanë qenë palët ndërhyrëse? Ndërhyrëse që erdhen për ta stabilizuar situatën, po thoni. Qoftë edhe faktorë që kanë shfrytzuar atë terrenin e lirë. Faktorët që shfrytëzojnë terrenin janë dhe sot. Të gjithë shtetet të cilët nuk duan stabilitet rajonal dhe që janë kundër interesave kryesisht të NATO-s, ato që ne i quajmë adversary, që janë armiqtë e mundshëm, se nuk duhet i quaj armiqtë, është hequr si terminologji, gjithsesi janë kundërshtar të interesave të përparimit, janë kundër sistemeve demokratike dhe kanë interesat e tyre në rajon, natyrisht që kanë interesa. Duke filluar që nga Rusia, Kina, të gjithë aktorët që lozin në terrenin ballkanik, duke përdorur shtetet tona. Në çfarë mënyrë ka qenë përfitimi ose ndërhyrja e tyre në 97-ën në Shqipëri?
Unë nuk kam informacion për këtë, po mund t'ju jap juve një shembull. Në një pjesë të mirë të reparteve, njerëzit duke qenë të traumatizuar dhe të pasigurt për sigurinë e tyre, tentonin të merrnin armë, duke e gjykuar që do ta zgjidhnin vetë sigurinë personale. Është identike, më lejoni të bëj analogjinë me zgjidhjen e çështjes së dritave apo të ujit. Dikur vite më parë, secili tentonte ta zgjidhte vetë çështjen e dritave në shtëpinë e vet apo të ujit, kjo do zgjidhje institucionale, siç bëhet sot që u vu dorë dhe është zgjidhur përfundimisht çështja e menaxhimit të energjisë, po qoftë edhe të ujit. Me element gjithmonë që ka në përmirësime sipër, por në thelb është e zgjidhur si çështje. Dhe aso kohë sigurinë tentuan ta merrnin njerëzit. Kishte shumë reparte që humbjet ishin më së shumti për shkak të shkatërimit dhe të marrjes në mënyrë random. Njerëzit merrnin çfarë gjenin, një pushk, një mitralos. Ndërkohë kishte reparte në Shkodër, në brigadën e Melgushit në Shkodër. Reparti ishte thyer, ishin marrë armët e këmbësorisë dhe ishin thyer vetëm shënjestrat e tankeve. Pra teknika luftarake kishte dalë jashtë përdorimit, që do të thotë për individët që analizuan më pas, unë nuk kam ndonjë emër se nuk kisha asë kohë emra konkret, shërbimet e inteligjencës edhe tonat kanë bërë punën e tyre, po se kam unë këtë informacion t'ju a them, por analiza ishte logjike. Individët që kanë hyrë aty, nuk është se kishin hyrë gjithë për të marrë nga një armë. Një pjesë e madhe tyre kishin hyrë, apo një pjesë prej tyre jo e madhe, kishin hyrë për të ulur kapacitetin luftarak të njësisë, ata që ishin marrë fare, besoj, ishin marrë vetëm me shënjestrat. Kjo është një nga treguesit që ka patur dhe ndërhyrje profesionale për të shkatruar. Element statistikor unë nuk kam. E qartë. Pra, kanë qenë zoti Prenga akte të organizuara, cilët kanë qenë, se e tham edhe më lartë, cilët kanë qenë ato shtete që kanë qenë më të predispozuara për të patur interesat e tyre, për ta destabilizuar situatën në 97-ën? Nëse do të bënim një retrospektiv e të kthehemi pas në kohë, Shqipëria dhe marrëdhëniet gjithmonë me të tjerë diplomatike apo jo, i ka patur gjithmonë në nivele të ndryshme. Ato në nivelin diplomatike politik, ato sot mund të jenë shumë të mira, në një kohë periudhë shumë kohor të shkurtër mund të ndryshojnë, gjë e cila kjo nuk është vetëm marrëdhënie me Shqipërinë, por dhe me vendet e tjera. Dhe ka ulët e ngritjet e veta, zigzakat e veta në ecurinë diplomatike të marrëdhënieve të dy vendeve, por për fatin tonë jo të mirë, historia dhe Zoti na ka vendosur të jemi komshi me vendet të cilat jo gjithmonë kanë qenë dashamirëse ndaj vendit tonë. Dhe ata vazhdojnë ta zhvillojnë këtë, siç është Serbia, por jo më pak në nivelet ndryshme, i kemi marrëdhënie do të thosha në nivele të mira, por jo shumë të mira, për shembull me Grekun, nëse do të kthehemi retrospektiv pas, deri aty sa ju desh ish kryeministës turke të bëte deklaratë shumë të fuqishme në atë periudhë kohore, që nëse interesat Greku do tash të shfrytëzojnë në këtë rast kur Shqipëria është destabilizuar, nuk ka struktura shtetërore, atëherë do të jemi ne që do ta mbrojmë Shqipërinë. Dhe kjo nuk është thënë pa qëllim. Siç jo pak shumë larg kohë, do thosha, Trumpi tha që unë tha ndalova, që e ngatroi atëherë mos gabojm Armeninë me Shqipërinë, që tha unë kam ndaluar një luftë mes Serbisë dhe Armenisë, duke në mendje kishte Shqipërinë, pra Armenien, Albanian. Kështu ishte, besoj, që pa thënë para pak kohë, pa deklaruar presidentin. Në këto nivele jam i bindur që ka qenë është dhe do të ketë gjithmonë shërbime të fshehta që do të punojnë në interes të vendit tyre. Nuk mund pretendohet... Pra është plan i mëparshëm i këtyre vendeve, apo kanë gjetur momentin dhe kanë shfrytzuar për interesat e tyre? Ato plane janë të përhershme. Intensiteti dhe intensifikimi i veprimeve të tyre është në bazë të raportet dhe të kushteve që ti ja krijon si vend. Në atë moment u kriju koha, u kriju kushtet që ai të punonte pa pengesë, pa survejim, pa risk, pa rrezik. Sepse në mes të popullatës infiltronin edhe ata dhe nuk kishin qëllim, por kishin qëllimin kryesor për të dëmtuar fuqinë ushtarake të Shqipërisë. Interesin e din ata se përse cilat kanë qenë kriteret, por që ata e realizuan më së miri në atë periudhë. Kjo ishte dhe do të ngelet dhe tani, absolutisht ngelet në çdo kohë. Kemi një definim për 97-ën, çfarë mund ta quajmë? Unë do të thosh 97-a, unë do ta quaja një rebelim qytetar,
për arsye të humbjes të ardhurave të shumta të tyre në firma të rentiere financiare dhe pa aftësi e shtetit dhe e politikës shqiptare në qeverisje për të menaxhuar, për t'i paraprir, për t'a parandaluar dhe për të menaxhuar në fund fare, sepse kemi së në një fatkeqësi natyrore që nuk ke mundësi ne për t'a parandaluar, por ke mundësi për të vepruar në fazën e dytë kur ngjarja ndodh dhe ke mundësi për të menaxhuar dëmët. Dhe këtu, në këtë rast, për fat të keq, asnjëra nga këto nuk ndodhi në të treja fazat, ndodhi vetëm atëherë kur ndërkombëtarët, duke filluar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Italia, shteti fqinj i joni, në më të shumtën erdhën dhe sollën ndihmë në të gjitha llojet e niveleve. Po ju them një fakt që edhe sot e kësaj dite ka një hotspot që ka paguar Organizata e Kombeve të Bashkuara, Bashkimi Evropian me miliona, do thosha, euro, për të bërë shkatrimin e armatimeve të asaj periudhe, të municioneve dhe për të pastruar territoret ku kanë qenë municionet, minat dhe predhat e paplasura që kanë marrë në vazhdimsi jetë njerëzore. Akoma dhe sot e kësaj dite ka, siç ka edhe në veriun e Shqipërisë nga lufta e 99-s me Kosovë-Serbi. Kështu që kjo është fatkeqësi e një vendi ku pasojat ngelen për shumë gjatë. Pa folur për pjesën e traumës që njerëzit pësuan. Se ata mund të avuajnë, dhe kemi bindur që të avuajnë gjithë jetën. E nështë është momenti i parë, pas rënjës së firmave rentiere, që njeriu ka thënë që fat që s'pata lek. Sa asnjëherë nuk thuhet fat që s'pata lek, po atëherë mbasi ishte kjo fat që s'pata që nuk i humba. Për t'i humbur. Ishin një numër të tjerë faktorësh gjithashtu. Nuk ishte vetëm vëmendëria gjentërore, mos t'i japim konotacion sipas gjykimit tim. Janë një numër shumë i madh organizatash kriminale, të cilat kishin interes, sepse ato do furnizonin trafikun me armët që do shitesh me municionin. Kishte organizata të tjera që merresh me trafikun e njerëzve, dërgimin në Itali i mira individëve të cilët e filluan si refugjat jetën e tyre dhe pastaj mbijetuan për shkak të punës titanike që kanë bërë individualisht, por të gjithë këto grupe që ishin të interesuar për kalimin e kufive pa kontroll, për të shitur dhe blerë armë apo për të trafikuar njerëz, ishin të gjithë të interesuar. Dhe për këtë arsye them që nuk është se është bërë ndonjë analizë ndoshta nga shërbimet e inteligjencës, me siguri që po këtu tek ne nuk kam lexuar një të tillë që të ishte gjithë përfshirëse për të nxjerrë vërtet cilët ishin aktorët që e luajtën këtë lojë. Ne me strukturat e dobta që kishim, me linjën e komandimit rigjide që kishim dhe me një sër elementesh të tjerë të mos konsolidimit të elementëve shtetëror, ndihmuam gjërësisht në një kuptim, në kuptimin figurativ, që kjo krizë të ndodhte. Edhe pasaj përfshirja ndërkombëtare ishte komplet profesionale, nisur që nga OKB-ja, Italia që e kishte në prag të derës, dhe për hir të së vërtetës dhe të gjithë shtetet e tjera, përfshirë dhe Greqinë që përmendi generali, janë rreth 11 shtete që kanë marrë pjesë në operacionin Alba, një nga më të suksesshmit për kohën. E qartë. Mirë, ne do të shkojmë një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi sërish për të vijuar bisedën në studio. Kthehemi sërish në studio, vijojmë të qëndrojmë së bashku drejt për drejt në MCN Informacion. Në këtë pjesë po flasim për vitin 1997, ndodhit e asaj kohe. Zoti Prenga, ne folëm në fakt, pra ra shteti, ra ushtria, ran urdhrat, cilët në fakt munguan, por nëse mund të gjejmë një shkak burimor, se shkoj deri këtu, për ta shpjeguar edhe mënyrën se si ra ushtria, ra siguria, ra shteti. Unë do të lidhja me dy element. Së pari është acarimi i situatës politike në advance, para 97-ës, dhe përgjithësia për mua është e dy partive kryesore politike në Shqipëri, asaj që ishte në pushtet Partia Demokratike dhe pjesa e opozitës, dhe e mosvlerësimit të situatës reale për sa i përket përhapjes në mënyrë masive të firmave piramidale rentiere pra, në Shqipëri, mungesa e kontrollit, bile do thosha do isha pak më jashtër në këtë linjë, jo vetëm mungesa e kontrollit, por stimulimi i tyre. Në aspektin stimulimi nga shteti. Se këto mund të ketë dhe sot.
firma të cilat duan të gënjejnë njerëzit dhe thithin një sasi relativisht jo të vogël parash Sot të i shohim ardhurash. online. Dhe Janë sofistikuar teknologjit. Dhe mungesa e ndërhyrjes së shtetit edhe strukturave të veta do të thotë që qytetarin e lën të zbuluar dhe të rrezikuar përballë veprimeve të tilla. Llogërshto këtu pastaj edhe pjesën tjetër që siç e theksuam edhe më parë, që strukturat që operojnë në çdo kohë të një shteti tjetër në një shtet tjetër, qofshin ato diplomatike të kamufluara dhe në mes tyre ato të interesave të tyre, bën që situata të agravonte dhe të shkonte e të dilte totalisht jashtë kontrollit. E natyrisht, jashtë kontrollit që ishte me një kosto, siç edhe e theksuam në fillim të emisionit, me kosto të lartë të humbjes së jetëve të njerëzore, pa folur për traumat që la pas për shumë qytetarë, për ata që humbën, por për ata që u gjenden në situata të ndryshme të marrjes peng, të presionit, të trafikimit, të gjitha këto ishin rrugë të cilat gjetën formën për të zhvilluar në mënyrë më të mirë të mundshme, se kur nuk ka struktura shtetërore që bëjnë kontrollin, pengimin dhe parandalimin ose dhe dënimin e tyre kur ata ndodhin, atëherë detyrimisht që këtu hapet rruga për ata të cilët në mungesë të ligjit edhe në vendet me demokraci të zhvilluar, jam i bindur se çfarë bëjnë turmat është e ka parashikuar nga askush. Në momentin që mungon se funksionuri ligji dhe shteti, për të cilit ne votojmë, e mbështesim, paguajmë për taksat tona për që në ata në detyrë, dhe detyrimisht në momentin kur nuk reagohet, atëherë, si mund themi, katraura në gjuhë popullore, ndodh se cilës askush nuk mund t'i vej fre e mund të dalë përpara për t'i bërë ballë. Ajo bën dëmin e vet në të gjithë perimetrin, si mund themi, e saj, mbështetur në parimin e radhëve koncentrik që ndodh në qendër dhe ajo përhap si një val goditse, përhapet dhe lën efektet dhe pasojat shkatrimtare shpesh në disa element të pa rikuperueshëm. Pra dëmin e bën gjithsesi, le të themi. Nëse flasim për serinë e veprimeve organizative, zoti Albert, dhe politiket atyre që u quajtën rebel, pasi institucionet asgjësoheshin, kemi krijimin e komiteteve të shpëtimit publik. A imitonte kjo veprimtari, le të themi, një refleks të stërvitjeve me forcat vullnetare që krijoheshin gjatë kohës së komunizmit? Jo, kishte eksperienca, po më lejo të bëj një mbyllje të fjalisë që tha generali pasi bëri një rezume të plot të elementeve të brendshëm. Po të shohësh gjithçka nga ato element që general Prenga i kaloi në analizë një pas një, po të shikosh dhe 2 apo 3 nga qëndrimet ndërkombëtare, krijon idenë që ky ishte një fenomen gjeopolitik, nuk ishte vetëm thjesht revolt apo thjesht një përmbysje për inat të parave, ishte pak më shumë se kaq. Dhe po ta lexosh, unë nuk dua ta lexoj fjalë për fjalë, po kam shkëputur vetëm një fjali. Bashkimi Evropian nëpërmjet Van der Broek, i cili ishte përfaqësuesi i Bashkimit Evropian atëherë, reagimi i tij ishte që kriza është kolaps institucional që ekspozoi dobësinë e shtetit shqiptar për të garantuar rendin dhe siguri. Ndërkohë një nga individët më pro-shqiptar në historinë tonë, Madeleine Albright, në rolin e sekretares së Shtetit të Amerikës, thotë eksaktësisht institucionet demokratike u vendosën në presion të jashtëzakonshëm dhe kriza tregoi nevojë urgjente për reforma ekonomike dhe politike. Nga ana tjetër OSBE ka bërë një deklaratë për humbjen e besimit popullsisë, po e lexoj edhe atë. Kofi Annan në Kombet e Bashkuara gjithashtu e ka konsideruar si kërcënim i hapur për sigurinë jo vetëm të tyre, por dhe të fqinjve. Pra u kalua në kërcënimin e sigurisë dhe natyrisht Romano Prodi dhe Italia kanë luajtur rol kryesor. Ai e quante që kriza në Shqipëri kërcënon stabilitetin e gjithë rajonit Adriatikut, dhe kështu ka qenë. Kështu që në konkluzion të asaj logjikës çfarë ishte, unë mendoj, siç shumë studiuese mendojnë, jo se e mendoj unë, që ka qenë vërtet një fenomen gjeopolitik indikuar nga brenda nga jashtë nga 360 gradë. Ndërsa përsa i takon mënyrës se si reagoi popullsia në territore të ndryshme, sepse nuk u zhvillua në të gjithë qytetet me të njëjtin intensitet për hir të vërtetës, edhe u përcaktua nga dëndësia e popullsisë, u përcaktua nga niveli humbjes
që kishin patur, nga nivelli kohezionit që kishin qytetet të ndryshme dhe në fund dhe nga nivelli i sasisë, njësisë dhe reparteve që ndodheshin. Kështu që në ato zona ku pati dëndësi më të madhe dhe ku përhapën më shumë armë, rreziku që e më i lartë, presioni që e më i madh, në mënyrë natyrale, po e quaj, popullsia filloi të organizohej, kështu është organizuar dhe në kohën e luftës, kështu organizohet në çdo territor. Pati tendenca që një pjesë e ish ushtarakëve të përfshije në këto komitete, ato bën detyrën që në luftën e dytë botërore bënin këshillat nacionale çrimtare. Ndihmonin popullsinë, merrnin vendime të vogla në atë territorin e tyre, ishin një formë jo vetëm e mbrojtjes direkte, po e rritjes së besimit që po kthehej shpresa. Zoti Prenga? Kështu do të... Gjanin, imitonin ato komitetet pra që ngjasojnë me luftën antifashiste? Kështu do ta përmbledh edhe unë, fjalë domosdoshmërinë e funksionimit të qyteteve dhe të zonave të banuara, të kthimit të shpresës dhe besimit që ka jetë dhe dikush doli e mori iniciativen dhe, si mund themi, mori dhe përgjegjësinë duke pas situatën, duke vënë aftësi dhe kapacitetet e tij personale, mbështetur në eksperiencën që tashmë nuk u mungonte, për të kthyer jetën në normalitet. Pra kjo ishte ajo domosdoshmëria, se nuk mund të rrije një zonë e banuar, qytet apo jo qytet, pa strukturat e domosdoshme të jetesës së përditshme dhe të zgjidhjes së trajtimit të problemeve që janë natyrisht të përhershme dhe domosdoshme për shtresat të ndryshme, qoftë dhe në nevojë, për fëmijët e vegjël, për moshën e tretë, për të smurët, dhe detyrimisht që edhe në luftë, kur ka përplasje në luftat klasike, atëherë ka një moment që ngrihet flamuri i bardhë dhe ju vihet në ndihmë atyre që janë të paszotët për të shërbyer vetes. Dhe kjo flet se njerëzit në një moment caktuar vërtet mund të dajthisin, por në përgjithësi e duan jetën dhe i shërbejnë asaj. Gjithsesi, si shtet, për një moment, ra të gjithë struktura ose piramida drejtuese e shtetit shqiptar, ku brenda saj ishte edhe forca e armatosur. Ushtria mori informacione për sa i përket organizatorëve të krijimit të këtyre grupeve, shpëtimi komuniteteve? Nuk ishte përgjegjësi e forcave të armatosura për të marrë informacionin apo për të ndërhyrë në raste të tilla. Këtu është elementi shtet, qeveria, ajo është përgjegjësia e saj që gradualisht, kur erdhi momenti i duhur me ndërhyrjen e ndërkombëtarëve, me ndikimin e tyre, me ndërmjetësimin e tyre dhe ringritjen e strukturave shtetërore shqiptare, ato pushuan se ekzistuari, sepse ata ishin domosdoshmëri në një kohë dhe një moment që nuk kishte struktura drejtimi. Mund të bëheshin kërcënim për sovranitetin e shtetit në moment tjetër? Nuk të bëheshin kërcënim, sepse ata do merrin pjesë vetëm në organizimet e domosdoshme jetike të zonës ku ishin ngritur. Pra, pushoi se ekzistuari shtete dhe strukturat, qofshin këto pushtete lokale apo qendrore, dhe doli një strukturë tjetër për të marrë përsipër këtë përgjegjësi, deri në momentin që do të vinte edhe do ngrihesh përsëri struktura shtetërore. Në atë moment, ato me negocim, me mirëkuptim, pushuan se ekzistuari dhe me negocim mes... Në qoftë se ka patur ndonjë, se unë nuk jam me detaje, nuk mund të futem në këtë pjesë, por në qoftë se ka patur ndonjë që ne do ta mbajmë, atëherë detyrimisht janë përdorur ndërkombëtarët për të thënë që tashmë do vinë strukturat e nevojshme dhe të domosdoshme të shtetit shqiptar, siç është policia, siç është forca armatosur, dhe ju nuk keni nevojë më për të marrë me këtë detyrë, të cilën ishte, si mund të themi, grupe të ngritura ad hoc për të shërbyer shoqërisë dhe popullatës në një moment që s'ekzistonte strukturët e tjera shtetërore. Pra ishte si një domosdoshmëri e lindur aty për aty, dhe ashtu siç lindi në momentin kur erdhën strukturat e nevojshme shtetërore, këto pushuan se ekzistuari. Pra, deri tani nuk ka asnjë të dhënë se ata kanë bërë reprezalje, kanë bërë dëme apo përkundërsi, ata kanë patur efekt në riorganizimin e asaj situate që ishte e dalë jashtë kontrollit. Pra, në kthimin e qetësisë, në kthimin e elementëve të sigurisë në zona dhe në kthimin e asaj që përmendë general Mullaj, pjesën e shpresës që ishte shumë e rëndësishme në ato momente, kur
ata që nuk e din se që është automatiku, që është arma, që është municioni, ai ndjehet i tmerruar pa ja drejtu armën. Jo që të drejtonin armën, ishte duke udhëtuar bie fjala vrasje. Kanë qenë duke udhëtuar për dasma, për martesa, për ngjarjet jetësore që ndodhin dhe e kanë ndaluar me automatik, në gërkën e automatikut, detyrimisht që këto janë situata traumatike që lënë gjurmë me pasoja për sa kohë të një njeriu të jetojë. Dhe për fat keq bota i përdor, por ne nuk kemi patur mundësi sepse për arsye të masivitetit dhe për shumë arsye të tjera që ata kur kalon njeriu një traumë të tillë ka shërbehet post-traumatik me programe të veçanta për të rikthyer njerëzit në normalitet, sepse nuk mund të jetë normal. Pa çka se ne përpiqemi të themi jo, jam normal. Nuk mund të jesh normal. Atë e përcakton vetëm mjeku edhe psikologu në veçanti. Zoti Albert e sjell në kontekstin e ditëve të sotme, pra duke patur parasysh rendin e ngjarjeve, krizë ekonomike, protesta, tension, përmbysje përmes anarkisë, a mund të themi se viti 1997 ishte akt i parë i një lufte civile hibride? Jo, nuk mund ta konsideroj si të tillë, vetëm se duat me lejen tuaj të rikthehem dhe një rolit forcave të armatosura. Për hir të së vërtetë ato nuk vepruan si njësi unitare, nuk ruajnë të kohezionin, për gjithë element që i analizuam e mos t'i kthehemi, por individualisht, reparte të tëra, individ të tërë, brenda kësaj strukture, kanë vepruar me heroizëm në disa dimensione. Janë me 10 ushtarak që kanë fjetur net të tëra për të ruajtur repartet, aq sa kanë mundur të rezistojnë, ndërkohë që kishin të rrezikuara shtëpitë e tyre. Janë me 10 dhe me 100 njësi ushtarake që pas rikthimit të ditës së dytë apo ditës së tretë, në mënyrë që ajo që kishte mbetur nga grabitja të vijonte të ishte nën kontroll, i rrethuan me tela me gjëmba. Madje ne kemi patur, unë aso kohë kam shërbyer në komandën e mbështetjes logjistike, një pjesë e madhe reparte minohej në darkë dhe çminohej në mëngjes që të hynin të punonin nëpër depo. Është bërë punë titanike nga forcat armatosura. Duhet theksuar dhe fakti që ato ishin vetë pjesë e popullit, ama asnjë ushtar. Kjo bëj pa një urdhër nga lart? Pra bëj pjesë e repartit, ishte urdhër i brendshëm në repartet caktuara. Riorganizimi ka filluar pjesë, ama çdo komandant reparti kishte përgjegjësinë për repartet ku kishin shërbyer. Dhe e vërteta është që nuk ekziston asnjë fakt i dokumentuar që një ushtarak i vetëm të ketë hapur zjarr për të qelluar ndaj individëve civil të paarmatosur në asnjë rast. Incidente ka patur nga përdorimi i armëve, po asnjëherë ushtarakët vetë nuk mbajti qëndrim jo profesional, aq më pak antipopullor. Kjo ishte thelbësore. A mund të quhet luftë hibride? Natyrisht që mund ta quajmë një formë të luftës hibride, e cila sot ka marrë dimensione për masa shumë të mëdha, është sofistikuar madje, por gjithsesi unë vazhdoj të jem personalisht i mendimit që ne, kur them ne, tërë shoqëria shqiptare, krijoi kushte që u vu nën këtë presion të jashtëzakonshëm edhe policia e shtetit, edhe forcat e armatosura, dhe kostot janë shumë të mëdha në çdo pikpamje. Në pikpamje të imazhit gjithashtu, por dua t'i kthem dhe një analizë që bëri general Prenga që ndër shumë gjëra që na munguan, një nga gjërat që na mungoi dukshëm ishte komunikimi strategjik, leadershipi asaj kohe i forcave të armatosura, për ato dua të flas. Komunikimin me njësitë vartëse pothuajse e xheroi dhe kishte me 10 komandantë të cilët nuk merrin dot më urdhra. Se ndodhi kjo? Dhe komunikimi strategjik për shkak të humbjes së kohezionit dhe njerëzit humbën besimin tek linja e tyre. Edhe ata humbën besimin te eprorët e tyre dhe gjithashtu kjo ishin ato rrathët që shpjegoi generali që vazhdonin njëri pas tjetrit. Ama ndërkohë e tërë struktura reagoi si një e tërë dhe e gjithë ringritja më pas, pavarësisht ndërhyrjes së operacionit Alba, e cila ishte përcaktuese në kthimin e situatës, u bë prap ruajtja, ringritja e bazave me profesionalizmin dhe me mundë me shumë djerës të ushtarakëve, të shumë ushtarakëve. Shumë kanë humbur jetën, ka të dëmtuar, të gjymtuar, po ama e pa llogarishme janë orët e punës që i kanë munguar familjeve nën rrezik, që kanë qenë të pa numurta. Unë di me 10 raste që
kemi patur kolegë individ që kanë ndënjur 15-18 ditë pa vajtur pranë familjeve tyre, duke ruajtur atë Pra, kjo ka ndodhur pjesë. edhe në mungesë të këtij komunikimit strategjik. Edhe në mungesë të këtij komunikimi për shkak të ndërgjegjes, pasi forma në cilën edukohen ushtarakët është që ata betohen për dheun dhe për detyrën. Edhe ata e treguan, nuk po them me sukses, po të paktën me një lloj dinjiteti, mbështetje ndaj popullsisë. Zoti Prenga, pse ka munguar një komunikim strategjik? Unë mendoj se tash është mbase më e lehtë për ta bërë analizën e ngjarjeve të asaj kohe. Them që nëse mungon funksionimi i zinxhirit të komandimit, i themi ne, pra zinxhiri nga komandanti i përgjithshëm i forcave armatosur, që është presidenti i Republikës, e në vazhdim të të tjerët, atëherë po u shkput një nga këto hallka, nuk ka më komunikim, nuk ka më kohezion, nuk ka më besueshmëri. Dhe nëse janë të cënuara këta element të rëndësishëm, atëherë nuk mund të ketë as veprim të qartë. Në ato kohë, cili ka qenë hallka që është shkëputur? Pra vinte nga lart apo ishte një pjesë e zinxhirit? Unë mendoj se hallka kryesore ka qenë nga lart. Presidenti. Pjesa politike. Ajo e cila nuk e kontrolloi dot situatën, nuk parashikoi e nuk parandaloi edhe gjatë ngjarjes që ndodhi, nuk që e aftë për të ndërhyrë me strukturat e veta dhe për të minimizuar dëmët që u shkaktu këtij vendi. Në të gjitha llojet e niveleve, jetë njerëzve të humbura, prishja imazhe, ne kemi qenë në 97, 96, ndoshta kemi qenë më përpara në afrimitet për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian se sa jemi sot. Tani zoti Prenga, se ju e thatë që është shumë e thjeshtë për të bërë një analizë sot, pas kaq shumë vitesh, po pse nuk ndodhi, se kjo pse është shumë e rëndësishme, pse nuk ndodhi, pse nuk u mor një komando nga presidenti i vendit, pra ai që udhëhiqte këtë zinxhirin komandues, nga frika, nga mosiguria, çfarë e pengonte? Para, nëse komandanti i përgjithshëm apo ish presidenti asaj periudhe mund ta ndërmerrte këtë me iniciativën e tij, i ishte prishur kohezioni, ajo lidhja ndërvepruese e të gjithë elementëve, përfshi duke filluar nga këshilltarët e tij, nga kabineti i tij, e për të vazhduar poshtë. Dhe po që se është dëmtuar ky lloj kohezioni, sa do iniciativë të ketë një person, është një lloj si të flasësh me njerëzit të cilët nuk të kuptojnë, ose më saktë, për t'u kthyer asaj shprehjes që nëse dikush nuk të kupton, mos e kërko përgjegjësinë tek ai, po kërkoje tek vete se s'ke gjetë mënyrën e duhur për të thënë shprehjen. Dhe kjo është elementi i domosdoshëm. Pra thash pak më parë që ju parapri pak ngjarjeve të vitit 97. Në aspektin e brendshëm flas gjithmonë, nuk po flas për aspektin e jashtëm dhe ndikimit e elementeve të saj që natyrisht kanë qenë prezente, janë e do të jenë çdo kohë. Tjetër është se si ata veprojnë, ka momente që janë në kulm të aktivitetit, ka momente që janë në hije edhe të zbet, por për të ekzistojnë në çdo kohë. Dhe unë do thosha që situata politike ka qenë e përgatitur në një farë mënyre dhe mbi të gjitha e mosvlerësimit të situatës financiare të vendit, ekonomiko-financiare të vendit. Se kur e shikon që kjo situata është bërë lojnë edhe në vendet e tjera, por shteti ka ditë në momentin dhe të sakun se kur do të ndërpres apo kur do të ndërhyj fuqishëm. Nuk e gjeti momentin. Biles edhe atëhere kur Amerika mbaj mend, pati një reagim që tha paratë e shqiptarëve piramidën, këtu u deklaru që paratë e shqiptarëve janë paratë pa të pastra në botë. Edhe nuk e dinte asnjëri se nga vinin, e nuk e dinte asnjëri sepse përdorishin edhe ajo për të theksuar pak përpara. Paraja e kontrabandës. Pa fol për paranë e pastër të qytetarëve shqiptarë. Paraja e kontrabandës. Dhe detyrimisht ajo la pasoja, solli që të mungonte ajo që do të dëshironte çdo qytetar shqiptar në atë periudhë kohore. Ngjarja të mos ndodhet, ngjarja të parandalosh, të zbulosh, të parandalosh dhe tek më e fundit fare të kishte eliminim pasojash ose pasoja më të lehta se sa ndodhi për të na larguar e distancuar aq shumë nga Bashkimi Evropian, aq shumë nga reformat që ishin nis, por që edhe një tjetër do thosha një fatmirësi në këtë fatkeqësi që ndodhi, sepse ndërhyrja ndërkombëtarëve, ndikimi i tyre i fuqishëm, por edhe klasa politike shqiptare ju kthy seriozisht me këmbë në tokë reformave të domosdoshme në çdo fushë të aktivitetit dhe veprimtarisë së vendit tonë. E qartë. Zoti Prenga, faleminderit që ishe në studio, zoti Albert, faleminderit, ishte kënaqësi. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.